nderuar shikues, mirë se vini sot në edicionin ton të radhës, me një mzate mjaft të posaçëm në emisionin ton politik Debat News me mua Bjondina Sherifin. Në një periudhë të ngarkuar me zhvillime, premtime e debate, sot fokusi ynë është tek komuna e Likovës, një komunë me mjaft të ndikim në politikën e Maqedonisë së Veriut. Me ne sot në studio është zotri Erkan Arifi, kryetar i komunës së Likovës, gjithashtu edhe kandidat për një mandat të ri. Zotri Arifi, mirë se ardhët. Mirë se u gjetëm. Sot, zotri Arifi, do të diskutojmë mbi sfidat lokale, kombëtare dhe gjithçka tjetër në lidhje me politikën dhe kandidaturën tuaj të re. Desha të di së pari si e vlerësoni klimën politike momentalisht në komunën e Likovës. Pikë së pari, ju falenderoj për ftesën të cilat na banët. Në komunën të Likovës mbizotron një klimë tepër e mirë, duke pas parasysh se unë si kandidat nga Aleanca Kombëtare për Integrim, për kryetar të komunës së Likovës, dhe këshilltarët komunal të cilët i kemi në propozim dhe barsin e listës, jemi të fokusuar që çdo ditë në takim me qytetarët tanë, për të sqaruar, për të elaboruar programin ton, vizionin ton për një mandat 4 vjeçar, dhe ajo është pikësinimi im që çdo banor i komunës tonë të ketë me dije se çka ne planifikojmë për një mandat 4 vjeçar. Për arsye se ne çdo ditë jemi në kontakt, edhe më herët që jemi takuar, dhe bashkarisht mendoj që do bëjmë punë të mira. Zotri Arifi, si e komenton bashkëpunimin mes komunës suaj dhe qeverisë qendrore? Desha të di, a është ai institucional apo është vetëm politikisht e kushtuar? Bashkëpunimin ndërmjet komunës së Likovës dhe qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut në mënyrë institucional dhe unë si kryetar i komunës së Likovës, gjithherë pavarësisht bindjeve politike të ministrave, të kryeministrit, ne kemi obligim dhe kemi përgjegjësi që të bashkëpunojmë në mënyrë institucionale. Por ajo çka është diskutabile, se nga përfaqësuesit e qeverisë, nga ministrat dhe nga të gjithë ata të cilët e kanë shumicën jo legjitime në Parlamentin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, jemi të anashkaluar tërësisht. Këtë e vërteton edhe deputeti i zonës, zotri Riad Shakiri, i cili më herët ishte pjesë e koalicionit të Vlen, ndërsa sot është në Aleancën Kombëtare për Integrim, dhe të gjitha propozimet, të gjitha projektet, të gjitha mandamentet të cilët janë propozuar, të gjitha janë anashkaluar nga parlamenti dhe nga qeveria. Çka do të thotë se për këta 18 muaj sa është kjo qeveri, nga buxheti vetanak i shtetit, asnjë denar nuk është dhënë për komunën e Likovës. Dhe kjo është një ndëshkim i qeverisë për banorët e komunës tonë, për arsye se këta banor nga viti 2001 deri më sot votën e kanë dhënë për Bashkimin Demokratik për Integrim, dhe tash janë besatuar që vota do të shkojë për Aleancën Kombëtare për Integrim, ndërsa mjetet të cilët janë të dedikuara nga linja kreditore e Hungarisë, ata janë të rregulluara me akte ligjore, ku çdo komunës i ndahen për kokë banori, dhe ato mjete nuk mund të llogariten si mjete buxhetore, për arsye se ato mjete do i kthejnë banorët e komunës tonë. Ato mjete i takojnë çdo komune, si në Likovë, si në Gjevgjeli, si në Strumi, si në Struk, dhe këtu jemi të anashkaluar ne si komunë, dhe unë sinqerisht nuk kam besuar që mundet një ministër ose një funksioner shqiptar të pengojë edhe një projekt të mos realizohet në komunën e Likovës. Këtë kemi me ujësielsi në fshatin Opaj dhe ujësielsi në fshatin Opalës, ku ne me qeverinë e kaluar, kemi dorëzuar projektin kryesor, lejen e ndërtimit, aplikacionin dhe ato 2 projekte janë pranuar, ndërsa 18 muaj nuk mund të administrohet, që të lidhet kontrata nga ana e ministrisë dhe të fillojnë punimet. Po ashtu ne kemi pasur pengesa të ndryshme, edhe në hapjen e çerdhës së ditë në nivel komunal, ku jemi obliguar që bashkërisht me këshilltarët komunal, me drejtorët të cilët i kemi, të dalmi edhe në mënyrë shumë paqësore të protestojmë para ministrisë, të ngritim zërin për këtë padrejtësi që i bëhet fëmijëve dhe komunës së Likovës,
dhe arritëm që ta hapni atë qerdhe duke pasur probleme të shumta. Po ashtu edhe qendrën me nevoja të veçanta të cilën e kemi në Orizar, nga viti i ri, do të thotë, nga janari i vitit 2025, nuk e kemi në funksion. Edhe kjo për shkak të neglizhencës dhe mos përgjegjësisë nga ana Ministrisë për Punë dhe Politikë Sociale. Të mbyllësh një qendër për fëmijët me nevoja të veçanta, pavarësisht bindjeve politike, mendoj se është një akt jo i mirë dhe është një politikbërje jo e duhur si shtet. Unë ashtu desha të flasë rreth kësaj çështje kur jemi tek materialet buxhetore dhe gjithçka tjetër. Desha të di se kur vjen fjala tek komunat shqiptare, ju mendoni personalisht se ato janë të diskriminuara? Unë ju ftoj si televizion të lumtoni pak më thellësisht dhe të binduni në këtë që ja u them, se asnjë denar nuk është ndarë nga buxheti i vitit 2024 me rebalans të vitit 2024 dhe me buxhetin e vitit 2025. Asnjë projekt, kur them e them me plot përgjegjësi, asnjë projekt, asnjë denar nuk është ndarë për komunën e Likovës nga buxheti veçanak. Ndërsa disa eksponent politik, të cilët vinë dhe fotografohen të punët e komunës së Likovës, të projektet të cilët i realizojmë ne si komunë, le të vinë se dhe ata janë qytetarë të komunës së Likovës, ndoshta dikush është bërë edhe banor para 3 muajve i komunës së Likovës dhe nuk i ka ditur as rrugicët në komunën të Likovës, dhe është mirë që të njoftohet me problematikat hallet e banorëve të komunës tonë, se ne jemi çdo ditë në takim të përditshëm me të gjithë banorët e komunës tonë, me të gjithë autoritetet dhe në bazë të ndëgjimit që e bëjmë në teren, i synojmë edhe të zgjidhmi problemet të cilët i kemi. Sa ishte e dëmshme kjo në zhvillimin dhe realizimin e projektimeve që ju keni bërë si kandidat? Realisht, platforma jonë politike, për arsye se ne kur konkurrojmë me program zgjedhor, me platformë politike, ne nuk jemi jo serios si kur disa që nuk kanë program, nuk kanë qytetarëve se çka t'i ofrojnë. Dhe në bazë të programit tonë të vitit 2021, mbi 95% të projekteve dhe aktiviteteve kemi të realizuara. Dhe mbi 20% të atyre të cilat nuk i kemi, do të thotë, premtuar, i kemi realizuar. Ju përmendët disa. A mendoni se partitë shqiptare janë të përçara në vetë apo që janë të bashkuara në? Unë personalisht mundona që të kem kontakte me të gjithë eksponentët politik, se mbi të gjitha ne jemi shqiptarë në komunën të Likovës, jemi vëllezër, dhe unë jam munduar gjithherë që të ruaj atë njerëzillëkën dhe atë moralin politik, mos të dalë nga vija e kuqe dhe kësë do e bëjnë asnjëherë, do e respektoj gjithë secilin, ndërsa banorët e komunës tonë, ato janë të cilët e japin verdiktin dhe votën e tyre, dhe atë e kemi kërkuar, e kërkojmë dhe bashkarisht besoj që doja arrijmë qëllimit. Zotër Arifi, pas disa vitesh si kryetar i komunës, cili është realisht bilanci juaj? Desha të di cilat do i përmendni si suksese konkrete të juaj dhe cilat i shihni si dështime? Realisht, ajo që është më e rëndësishmja, se komuna e Likovës si komunë rurale është një institucion i cili ka pasur dirë e hapura për çdo banor të komunës tonë. Edhe atëherë kur dash që të kritikohemi, edhe atëherë kur dash që të propozohen projekte të ndryshme, edhe atëherë kur dash që të bëjmë punë bashkarisht me forume të ndryshme të banorëve, me shoqata të ndryshme jo qeveritare dhe me të gjithë komunitetet të cilët jetojnë në komunën të Likovës. Ne në komunën tonë kemi arrit bashkarisht që t'i përfundojmë të gjithë rrugët regionale të cilët i kemi në bashkëpunim me ish-pushtetin qendror. Ne në komunën të Likovës kemi arrit që t'i përfundojmë të gjitha rrugët lokale në nivel komunal të fshatrave fushor. Dhe tash jemi në proces të asfaltimeve të 14 kilometrave edhe atë në fshatrin Nikushtak, Likovë, Orizar, Slupçan dhe Vaksnicë. Me çka rrumbullaksojmë në tërësi të gjitha rrugët lokale, ku nuk dua të harroj edhe rrugën
për në fshatin Ngushis, në një fshat malor, ku kemi edhe shkollën atje, ku kemi nxënës të cilët në çdo ditë lëvizin nga aty. Po ashtu kemi edhe pikën kufitare, Mbellano Stančić, të cilën e kemi realizuar në mandatin të cilën e kemi, kuptohet në bashkëpunim me qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut, me Ministrinë e Punëve të Jashtme, dhe arritëm që ta përfundojmë dhe ta lëshojmë në përdorim. Ndërsa rruga nga pika kufitare deri në fshatin Slupçan i plotson kushtet, standardet më të mira të cilët munden. Kanalizimet fekale mbi 85% të vendbanimeve të tona kanë kanalizime fekale dhe rrugicët të cilët i shtrojmë bashkëpunim me banorët tanë, të cilët dua të falenderoj nga zemra, ku kemi projektin bashkë ndërtojmë, ku materialin e siguron komuna, ndërsa punën e dorës vetë banorët e lagjeve. Po ashtu kemi edhe dy sheshe, sheshin Bekir Sadiku në fshatin Slupçan dhe sheshin e dëshmorëve në fshatin Mateç, ku kemi arrit t'i përfundojmë dhe t'i gëzojnë banorët e komunës tonë dhe me vendim të Këshillit Komunal e kemi emërtuar me emrat të cilët i përmena. Po ashtu në sferën sociale kemi arritur që të ndërtojmë qerdhën e ditë, ku mësojmë mbi 114 fëmijë të vendbanimeve të komunës tonë, dhe shtëpinë e kulturës, se është rradhë herë të ndëgjohet në një komunë rurale të ketë shtëpi të kulturës, të ketë amfiteatrin e nevojshëm, të ketë zirat për të gjithë shoqatat kulturore, artistike, dhe të gjitha shoqatat kanë zirat e veta, të cilët nuk paguajnë asgjë dhe janë në shërbim të artistëve, ardashëve, sportistëve, klubit të shaut, klubit të pensionistëve dhe gjithçka që ka të bëjë me kulturë, art dhe sport. Po ashtu në komunën tonë kemi arritur që të rikonstruojmë të gjitha shkollat dhe t'i plotësojmë kushtet sa më të mira për një proces edukativ arsimor dhe kemi ndërtuar 7 sallat sportive dhe 2 terene të hapura sportive multifunksionale. Ajo çka është më e rëndësishme, se në bashkëpunim, prapë them, me banorët e komunës tonë, çdo vit kur përpilojmë buxhetin, kur e aprovojmë buxhetin, prakisht organizojmë debate të ndryshme dhe mundohemi që të gjitha propozimet të cilët vinë nga banorët e komunës tonë të jenë pjesë e buxhetit dhe programës zhvillimore. Ajo e cila neve si komunë rurale na tangon më së shumti është edhe ikja e të rive. Ikja e të rive e cila është një model në shtetin tonë, në çdo komunë të Republikës së Maqedonisë së Veriut, por ne pasi jemi këtu si komunë e Likovës, neve na intereson më së shumti që të krijojmë kushte edhe më të tjera, të nxjismi të gjithë sipërmarrësit dhe të gjithë ata të cilët mirën me biznesin e vogël dhe të mesëm. Dhe kështu në programin tonë kemi parapa mundësi për t'i ndihmuar, për t'i krijuar kushte, për të urbanizuar parcelën ndërtimore pronë e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe me të vetmin qëllim që ata të arrijnë këtu, të zhvillojnë këtu dhe të jetojnë këtu. Nga tërë këto zhvillime që ju i përmendat të gjitha këto realizime që i keni realizuar në 4 vitet e fundit, desha të ditë cili është vizioni juaj strategjik për komunën e Likovës në 4 vitet e ardhshme? Vizioni jonë është që komuna e Likovës të jetë një komunë transparente, sikur deri më tani, të vazhdon me këtë ritëm të transparencës, të jetë një komunë që ka llogaridhënie, të jetë një komunë sikur deri më tani që nuk ka borxhe publike, se ne në komunë të Likovës nuk e dim çka është të kesh punë me përmbarues dhe ndërmarrjet komunale të cilët i kemi nuk kanë borxhe dhe shkollat e tona gjithashtu nuk kanë borxhe, që është një arritur e madhe për një menaxhues, për një komunë, për një administrat, për një këshill komunal, që komuna e Likovës të jetë e pastër, mos të jetë sikur shumica e komunave të cilët janë në shtet me 20 milion euro, 30 milion euro borxhe. Por ne kemi vetëm borxhe të cilët janë ditësore, të cilët ka procedura administrative për t'i realizuar
dhe unë thëmë sinqerisht jam shumë faleminderues nga administrata komunale, nga këshilli komunal dhe nga drejtorët e shkollave fillore të mesme, drejtoresha e Qerdhës, të cilët sot e kësaj dite e ushtrojnë obligimet dhe detyrat të cilët i kanë dhe janë të pastër në borxhe. Zotër Arifia, ndjeni sfiduar nga opozita lokale, apo mendoni që tashmë mendimi vetë se është marrë? Unë thëmë realisht, unë momentin që u kandidova, fillimisht nuk dojsha që të kandidohem, mendojsha se 2 mandate janë të mjaftueshëm për një kryetar të komunës së Likovës, ose për çdo përgjegjësi të cilën e merr, por kërkesa e patjetërsueshme e banorëve të komunës tonë, kërkesa e patjetërsueshme e forumit rinor të cilën e kemi kuadër të Bashkimit Demokratik për Integrim, në mënyrë të unifikuar dega e Bashkimit Demokratik për Integrim, kryetarët e këshillave vendor, Këshilli Mbikëqyrës, Kryesia Qendrore dhe lideri i shqiptarëve zotri Ali Ahmeti, dhe normal me koordinim me të gjithë partitë e koalicionit të Aleancës Kombëtare për Integrim, më obliguan dhe vendosa që të marr përgjegjësi të kandidoj për mandatin e tretë. Unë dua të them këtë se punët dhe veprat flasin vetë, qytetarët tanë, banorët tanë, çdo ditë i prekin dhe i shohin të gjitha aktivitetet të cilat i kemi bërë në teren, dhe komuna e Likovës ka kaluar vetëm nga obligimet dhe kërkesat të cilët i kanë pas qytetarët tanë, kërkesa elementare. Ne kemi rrumbullaksuar fshatrat tonë, 9 fshatra me ujësjellës. 2 fshatra kemi siguruar mjetet financiare, projektet dhe ashtu obligimi ministrisë. Kemi rrumbullaksuar filtr stacionin, kemi rrumbullaksuar objektin sedimentar, kemi rrumbullaksuar rezervarin 1000 kubikësh dhe stacionin e pumpimit. Dhe shumë punë të tjera të cilët janë bërë në të mirë të banorëve të komunës. Pra zotër Arifi, nga kjo që ju thatë, nga prapavia, nga kërkesat e ligjeve, do të që ju natën më bëni gjumin qetë, duke menduar se gara tashmë është e vendosur dhe ju prapë mund të jeni kryetar. Unë besoj fuqishëm në vullnetin dhe punën e banorëve të komunës tonë, dhe në bazë të terenit që shohim, në bazë të kontakteve dhe në bazë të sondazheve të cilët bëhen, ne jemi vetëm me një fitore bindëse, me një dallim të thellë, dhe kjo do vërtetohet më 19 tetor. Në zgjedhjet e ardhshme, kundërshtarët tuaj po premtojnë për një frym të re dhe një të ardhmë ndryshe. Çfarë do i thonit ju një të riu sot që do shta mendon pse duhet ta votoj përsëri të njëjtin kryetar? Për arsye se ne kemi bërë shumë punë bashkarisht me banorët e komunës tonë. Dyert e komunës së Likovës kanë qenë të hapura çdo ditë për të gjithë banorët e komunës tonë. Të gjitha aktivitetet, të gjitha punët, të gjitha investimet të cilët i kemi bërë, e din banorët e komunës tonë shumë mirë se si kemi bërë, edhe kjo është vullneti, kërkesa, koordinimi i jashtëzakonshëm. Dhe të gjitha takimet me forumet të ndryshme të cilët i bëjmë, janë në një numër të konsiderueshëm, dhe besoni që më 19 tetor do vendoset ajo diferencë të cilën e kemi pas në vitin 2017 mbi 4.000 vota, në vitin 2021 mbi 5.000 vota, dhe këtë do e vërtetojmë që do e kalojmë dallimin mbi 5.000 vota në 19 tetor. Zotër Arifi, le të flasim pak për ngjarjet e fundit dhe aktualitetet. Këto ditë në hyrjet e komunës ka pasur edhe disa mbishkrime sikur komuna e Kushërinëve. Desha të di si e shihni ju këtë, si akuzë personale, apo qeverisje e keqe, apo si do e komentonit këtë rast? Unë dua të them që të gjithë ata të cilët bëjmë për politikë ditore, ajo nuk është në rregull, nuk korrespondon me atë realitetin i cili është. Ju, si medium, mund të interesojeni se në administratën komunale sa kushërinj punojnë aty, dhe ata janë transparente të gjithë të punësuarit të cilët janë aty. Por ajo çka është se ata nuk kanë vizion, ata nuk kanë program,
ato nuk kanë çka t'i ofrojnë qytetarëve tanë, se çka do bëjnë dhe si do i bëjnë. Ne kemi programin tonë, kemi kontaktin tonë me qytetarët, ndërsa ato mirën vetëm me punë të kota. Ne kemi banorët tanë, të cilët i kemi çdo ditë në kontakt, dhe atë që jo thash më herët, do e vërtetojmë më 19 tetor që dallimi do jetë mbi 5.000 vota me kundër kandidatin tim. Nëse i humni këtë zgjedhje, a do ta konsideroni këtë dështim personal, apo do ta quani si dënim nga qytetarët për mos realizim të Nuk bisedohet për humbje në frymën e Aleancës Kombëtare për Integrim, besoni. Ajo çka është thelbësore dhe për çka ne luftojmë ende edhe këta ditë të cilat na kanë mbet, fitojmë që dallimin ta bëjmë sa më të thellë. Dallimin ta bëjmë më të fortë. Ajo është pikësinimi jonë, ndërsa në komunë të Likovës të humbe Aleanca Kombëtare për Integrim nuk diskutohet, këtë e thojnë banorët e komunës tonë, këtë e thot aktivi e Aleancës Kombëtare për Integrim, dhe çdo ditë që jam në takim, në koordinim me të gjithë banorët e komunës tonë, ne vetëm kemi filluar që të festojmë për fitore, dhe këtë do e volosmi më 19 tetor. Ju përmendat kundërshtarin tuaj. Unë desha t'ju pyes, a do të ishit të gatshëm të keni një debat publik ballë për ballë me të përpara qytetarëve? Ne kemi pasur debate publike të organizuara, si nga Televizioni i Maqedonisë, kanali ditë në gjuhën shqipe, po ashtu në TV21, dhe unë gjithherë jam i hapur për debate dhe asnjëherë nuk i kam ikur debateve. Dhe një pyetje për fund, zotëre Arifi. A mendoni se ose besoni që do ta fitoni ju këtë mandat sepse keni realizuar shumë dhe keni punuar shumë, apo thjesht sepse ju keni ndikim shumë në madh politik? Unë mendoj se tash jemi edhe në opozit në nivel qendror, dhe ajo që na bën të fort në teren është banori i cili vlerëson, dhe ai banori i komunës së Likovës asnjëherë nuk e pranon dorëzimin. Ai banori i komunës së Likovës asnjëherë nuk e pranon përbuzjen, e cila bëhet nga qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe nga patarica e tyre vlen. Asnjëherë nuk e pranon që këtë mënyrë të drejtat e shqiptarëve të përbuzen. Dhe unë jam shumë mirënjohës të gjithë banorët e komunës së Likovës, të cilët e vlerësojnë angazhimin tonë natë e ditë, e vlerësojnë transparencën tonë, e vlerësojnë bashkëpunimin me të gjithë autoritetet në teren, dhe për këtë jam i bindur që më 19 tetor ata do evoluosin fitoren bindëse të Aleancës Kombëtare për Integrim. Zotëre Arifi, unë ju uroj shumë suksese në zgjedhjet e ardhshme dhe faleminderit shumë për kohën që ndat dhe ishit pjesë e emisionit tonë. Faleminderit shumë dhe përzemërsisht i përshëndes të gjithë teleshikuesit e televizionit juaj. Faleminderit shumë për kohën e njëherë. Në këtë vend, politika nuk është për të mbajtur koltuqe, por për të shërbyer qytetarëve. Zgjedhjet janë momenti kur politika matet me besimin e njerëzve dhe ky besim nuk fitohet me premtime, por me punë të dukshme. Nëse sot politika nuk përballet me të vërteta, atëherë nesër do të paguajmë çmimin e ignorancës. Debati mbetet i hapur dhe përgjigjen përfundimtare do ta japin edhe qytetarët e komunës së Likovës në kutitë e votimit. Deri atëherë, ne do të vazhdojmë të pyesim, do të vazhdojmë të kërkojmë llogari dhe gjithashtu të sjellim transparencë. Kjo është Debat News dhe këto pyetjet janë të forta, sepse asgjë që ja vlen nuk arrihet me kompromis. Kaq kisha unë sot për juve dhe me mua jemi prapë herën tjetër.